Cila pjatë të kujton fëmirin? Ndoshta pyeten me spanaq, mami e ka bërë shumë shpesh edhe vikendeve sidomos, sepse gjatë ditëve të javës ka qenë punë, po në vikende kemi pas gjithmonë ditën kur e kemi ditë që e kemi pitën me spanaq, edhe normalisht pasulli është, unë e kam hala kujtimet e mia të fëminis, kur jam këty prej shkollës edhe e ke hap derën edhe e ke ndje që ata aromën, që e ke ditë që ka në shtëpi pasull. Hala mungon edhe menoj që kërkush nuk e bën, qysh e ka bën mami në kohën e vet. Ndoshta është me siguri e bën edhe plot të tjerë vlera, po menoj që emocionet, nostalgjia për të kalunën, çdo gjë na bën me u duk që ka qenë shumë e mirë. Me siguri që edhe sot gatimet bëhen të njëjta, po gjithmonë kujtesat shtin me mendu që ato kanë qenë më të mira, nostalgjia për bashkimin e familjes, rreth tryezës, një musafir kur ka ardhur që e ke shtru sofrën bashkë me to, ke nda çka ke pas në tavolinë, çka ka qellu. Sot ka më shumë, edhe në tryezë ka më shumë ushqim, po ajo ngrohtësia që ka qenë të kaluarën, mendoj që është ajo që ma të lidhun për disa prej ushqimeve që unë si haroj kur. Festat si keni kalu, me qënë se jemi edhe në prag të festës Kurban Bajramit, si keni kalu festat, qka të kujtojnë festat në familjen tëne? Më kujtojnë mantijat, gjithmonë, edhe normalisht shtëpia me plot musafir, mëngjesi hershëm, me u qu, me u pastru, me u vesh, të pastër, me tesha treja, mundësisht veshjet i kemi, ato që i kemi rujt për Bajram, i kemi vesh një natë ma heret në shtëpi. Sepse s'kemi dasht me vesh pa u bo dita e Bajramit. Edhe për Bajram jemi gëzu gjithmonë se kemi ditë që na blenë diqka. Edhe marim aty këtu naj pare, naj diqka prej atyre që kanë ardhë. Menoj që festat bashkojnë njerëz edhe gjithmona kanë lanë shijet mirë kështu, një fest me plot njerëz. Sot janë pak më prapo edhe më zbrasta, sepse jeta është Mundohesh edhe sot Blerta me vazhdu atë tradit ndoshta, apo është pak e vështirë? E kemi rujt përbashkohemi gjithë të familjat e mami dhe babi, edhe nëse diçka na manë gjithë bashkë, janë festat e Bajramit edhe të vitit ri që e dim që mami gatun ato specialitetet që i ka bërë gjatë gjithë kohës, janë dojmë edhe na vlera me qenë të njëjta, sepse jemi rrit me qatë shije dhe gjithë kur nuk du diçka tjetër me përgatit mami të ri, se menoj që ato që jemi mësu si familje edhe po, motrat, vlau, edhe na me familje tona, gjatë kohës sa ka qenë vihra në jetë,